Shkolla jo publike Fai Konica në Tiranë kremtoi me një festë të veçantë për vjetorin e pavarësisë dhe të çlirimit. Koncerti festiv në moton Ti Shqipëri më jep nder, bëri bashkë nxënës, prindër e mësues, duke krijuar një atmosferë solemniteti, gëzimi, por edhe krenarie. Programi artistik përfshinte recitime, këngë valle, por edhe inskenime të momenteve të rëndësishme të historisë së vendit, si dëshmi e përkrahjes dhe zhvillimit të talenteve të nxënësve të shkollës Fai Konica në rrugën e bukur të dijes. Flamuri dhe historia i bëjnë krenar, siç dëshmon kjo nxënëse që u përlot. Kisha shumë emocion dhe u ndjeva mirë kur këndova dhe kisha emocion. Për nxënësit e shkollës jo publike, Fai Konica nuk ishte vetëm një ditë feste, por një dëshmi se po përgatiten si qytetar të denj. Që një eksperiencë e paharrueshme dhe me shumë mund jemi përgatitur për këtë ditë. Mësuesja e baletit Elvira Harizaj, organizatore e programit artistik të shkollës Fai Konica, shprehu kënaqësinë për suksesin e koncertit festiv që bëri krenar nxënësit dhe familjarët e tyre. Ishte një aktivitet me shumë ngjyra, me shumë punë, me shumë energji, të realizuar nga fëmijët tonë, nga shkolla fillore dhe nëntëvjeçare e shkollës Fai Konica. Tema e këtij aktiviteti ishte tema ngjyrat e nëntorit dhe vërtet ky nëntor u ndes flak me ngjyra. Kremtimi i festave të 28-29 nëntorit në shkollën Fai Konica u shndrua kështu në një moment të rëndësishëm reflektimi dhe mirënjohje, por edhe një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit të komunitetit shkollor.